të jenë të kënaqur me atë që i ka furnizuar Allahu. Edhe kjo është pasuri, kjo i thuhet arabisht qanaa, do të thonë që njeriu të jetë i kënaqur me atë që e ka. Kjo është pasuri që nuk krahasohet. Do të thonë askush nuk mund të arrijë prej të mirave të dunjas diçka më shumë se sa qanaa. Do të thonë që të jetë i bindur në atë që ja ka caktuar Allahu dhe të jetë i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe duhet gjithashtu të jetë i mençur dhe i sinqert që ta di se cila është nevoja reale. Edhe nëse e di që ato që i nevojiten ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë nuk duhet të vrapoj për ato që nuk janë të domosdoshme. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Do thot kush ngrihet në mëngjes i sigurt në shtëpinë e tij, në strehën e tij, është i sigurt, edhe nuk friksohet, edhe nuk është jashtë në rrugë, do të thonë është në shtëpi brenda, ka stre dhe është i qetë me familjen e tij, muafen fi badanihi, edhe është i shëndosh në trupin e tij, nuk ka smundje momentale. Indahu qutu yawmihi, dhe ka ushqim për ditën e tij, për atë ditë ka, do të thonë që të haj, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha, do të thonë është sikur i është dhënë gjithë dunjaja dhe çdo gjë që kanë, do të thonë gjitha pasuritë e dunjas. Kuptohet se secili i kërkon këto. Secili, do të thonë, dhe në realitet prej dunjas i merr njeriu këto, nuk merr më shumë. Do të thonë, me rëndësi e përjeton sigurinë dhe qetësinë në shtëpinë e tij, edhe e përjeton dhe kënaqet me shëndetin e tij dhe ha gjatë ditës së tij. Nuk ka diçka tjetër në dunja. Çfarë do të kërkoj përtej këtyre? Prandaj ai njeri që i ka këto është i barabartë me atë që të cilit i është dhënë e gjithë dunjaja. Se edhe ati që jep sigur të ketë një njeri që e ka gjithë dunjan në pronën e tij, çka do të marrë më shumë se sa këto? Do të thonë, këto janë, prandaj njeriu duhet të jetë i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala.